Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është dashuria. Kjo letër të fton të dashur Virgjëresha, apo ju fton të çliroheni nga frika, nga muret që ke ndërtuar edhe zemrës tënde, dhe të lejosh dashurinë të rrjedhë lirshëm në jetën tënde. Dashuria nuk është vetëm romantike. Ajo mund të vijë nga një mik, një fjalë ngrohtë, një ndjesi, paqe me veten. Kur zemra është e hapur, ajo nuk ndjen vetëm. Nuk është vetëm ajo ndjesi, por edhe shërohet të dashur Virgjëresha. Mos e mbaj zemrën e mbyllur nga plagët e së kaluarës. Dashuria nuk dobëson, ajo të fuqizon, jep, pranon, lejoje të prek dhe të ndryshoj. Apo më shkurt të dashur Virgjëresh, t'ju shëroj nga çfarëdo që është lënduar më parë.